Kullushme e qysh familjet shqiptare kudo ku janë, çdo cep botës prap i ruajnë traditat dhe sidomos qikat si gjën më të shtrenjtë edhe më të çmuar tjetës edhe qoftë kështu edhe shumë gjatë. Edhe si ka qenë në raport me ty? Ishte i vështirë? Jo i vështirë, vetë që kanë pak diçka e pasakon, kështu që janë muhabet pak a shumë, kanë pak muhabet i ftoftë, kështu adhem pak. Na muhabet i odave. Ka testu me diçka? Jo, ja. Jo. Ja, dhe ajo shumë cool, dhe ajo nuk e këshirë fort. Tash, s'mundesh mi ndodhë, me thonë, nëse që një urimin të këmë, është gjithësh me bobin tamë. Relaksohen raportet me kalimin e tij dhe si shokin mësojnë ata. me njëri tjetrin çka po shkruan ai tatuazh në dorë, s'ta kom pa më herët. Tash i kom që një 3 vjetë, e kom që tash tatuun, edhe kejtën pysin. 11 PM, Deshifrohet mirë. 11 PM i bjen ora 23 anglisht, i bjen ora që jena taku në Alisa herën e parë, që jena pa. Jena po për herën e po. Jena pa. Alisti Hakim dhe një tatuazh me domethënie kaq Veçanë. Po, edhe ne kam një buket me lule. Këtu i kanë vizatu mami, babi edhe 2 vllaznit, edhe unë i kom bo bashk, edhe kom bo një buket sa më gjithmonë kujtem, familja jam. për urimin diçka. Për urimin u nozën. Këto kurse i Ku je kësi kam tatuazhin në zemër. Jo, edhe ne kom të shkru me 11 në unoza, nëse i heki, kështu që e kom gjithmonë 11. E seriozisht marrëdhënia juaj është shumë e bukur. Kemi pas shumë çifte në studio, edhe ndoshta jemi bo pak bajat duke thonë që marrëdhënia juaj pa juaj është e veçantë, se transmetoni edhe energji rinore. Krejt çiftet që i kemi pas në Malandit, i kemi sfiduar nga diçka, dikush na ka vallëzu, dikush ka tregu diçka të patregueshme. Çka me bo me ju? Një puthje për qafim, që me na merë si kujtim, se shkova me rim si këto reklamat e TikTokit. Yes. Ja, e këshim dash në nduar trokitjen e Ka një muzikë pak ma romantik të gjithë. Moment bukur televiziv, ajde. Puthje dhe mas ne kemi vazhdu me një set pytjesh. Përqafim, me qenë se Alisa i do përqafimet. Në shumë i du përqafimet. Aneturimet janë Me qenë gjithmonë se ma po të bukrat. shpendajmë dashuri edhe gjithë këte energji për mes kësaj studio, pas kaq shumë vitësh, çfarë admironi më shumë tek njëri tjetri? Qa admironi në mu? Ma shumë të Alisa admiroj që edhe që u bon non, edhe që shmonet me atol me kitë senet, si me tjallë, si me punë të shpi, si me punë tjera që i kina bashk, edhe që sen admiroj shumë, që na shtone vetë që ka mujtë me arrit që sen mentalisës. Qo kjoj. Se kom një korë. Se të që s'ja kom po korë këtë pytje. Për këtë jemi ne këto. Ja. Jo, urimin ka shumë pika ku me admiru, veç shumica, adin ma e bukrat e urimi është që qka do që këtë i kalon, kur nuk mundohet ty me të ngre në qatë problem ose qatë stres, e shumë i qetë edhe besoj si bob ose si burr është perfekt se diqysh kur nuk e shprej që ato, edhe diqysh, edhe pse e mon për vetën gjithë më munona më janë cilë edhe me lëshu pak, po e di që e bën vesh me mbrojt grunë edhe familjen e vete, që ajo më duket shumë e bukur. Pytja e fundit, soj përket kësoj pjesët e intervistës, se pastaj Albana i ka ca pytje pak ma me spec. Bashkëpunimet e juja, bizneset, punët, angazhimet, jeni ndër qiftet edhe personazhet e famshëm, ma të kërkuar soj përket tregut të reklamave. Qysh po shkon gjithçka? Shumë mirë, shëqër. Normal tash këndryshimi prej Evropës tash në Kosovë, pe kom pak problem se unë jem mësu me bashkëpunu gjithmonë me brendet jashtit, po edhe atë besoj që shumë shpejt kopna edhe po me rëndësi është që punët jenë shumë mirë të ecë. A pagueni mirë? Po besoj që po edhe besoj që e meritojmë, se e di që e kemë një shikusmëri shumë me kualitet, kemë shikusmëri që janë klienta, janë njerës që na besojnë edhe shkoku edhe pse nuk kena reklamu edhe gjithë shka që kena mujtë me reklamu, e kena përzgjedh gjithmonë diçka që ja vlenë, kështu që
për që ato edhe besoj që e kem që ato, edhe ja vlen. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe unë do t'ju bëj disa pyetje, nëse doni mund ta ngrini dorën, që mendon se i përshtatet përgjigjja. Kush kërkon falje edhe kur nuk e ka fajin? Tash ku me Atyre dora. është urimi. E gjojnë një mënyrë me kërku falje pak ma... Thot bashkë kështu, falë, veç e thot që është të digjy. Aprohet, i tha, jep disa Ka tantone, alternativa. Kush kontrollon më shpesh telefonin e partnerit? Që e dorën, dy dur qaj. Ki dorën, kush me dora. Jo, puna është që unë i kom adin e-mailat, sa në krejt në telefon, edhe gjithmonë, ku të cilë nga vështom, ku e kom telefon, ku e kom, kur e shot të kë. Oh my god, A të gjithja bëj. pengon? Jo, Jo, s'ka diqka. Ma letë e kom me posi me njëherë edhe s'ka nevoj. Unë dhe është vjen ma që të e bonë pasullin jo, nejse s'pasur s'bëj, të e bonë ajsen, të në vesh me bonë ajlis. Po këtu e zbulum që urimi që ka gjelos, po e mban pak fshat. Jo, paka shumë me punë ka lidhe, se kështë për me Besoj ka të kontrolu. bëj me e-maila, me... Me kontrolu. Po e-mailat i patëm të Alisa, në telefonin tjetër. Kush bëhet gjelos edhe për një like? No, se kena qatë. Ku me marrë me As na në bo fillim? lajka ma shumë. Po, Fillim, e keni pas në fillim? as nuk e kom pas... Nashtë ke në fillim normal se ti kur nuk e nje qatë person. Është edhe nga nuk e probleme din. që e shohum që shpijet Veç me hapur nga qiftet. Urimi që ka bo në fillim, hala pak kon na qift, është që i ka bo unfollow këtë qikat, që i ka pas. Seriozisht. Edhe ato në pa e kërku unë, edhe në gjithë thësha, diqka ka këtë që i ka hekre, këtë qika. Veç atin diqysh u konë shumë, jëmë një shumë e respektume, se më konë edhe shumë e re, edhe diqysh ma ka jep shumë atë, wow, besimin, me besu me një herë, kështë që që ato e ka po pis fillim, për tani mu ka dok shumë weird, diqysh atin Ma kjo është tipik me dy teja, një në Ja në nënë, nënë. po respekt, nënën tjetër që ka me fshi. Po, apet, atin besoj që është respekt se qa do kuft, atin unë nuk jam kur gjyku, atin Dhe ka qenë ka qenë para prakesh, kështu që nuk është naj farsan, ama tani atin unë nuk e këshyre fort, atin kështu shoqet e mija janë shoqet e urimit, edhe atin jena krejt dyshysh se tim edhe nuk e besoj që ka të diçka... Kush e nis me shpesh debatin? Po se kom qef mu së sharu me një herë, unë s'moj me prit, unë dohet me një herë me së sharu, dyshysh mos me moj që atë sen... Atin, në Mos mu vete, torturu. mos mu... Bol kam stres, nuk kom vinë edhe një stres, kështë që kom qef me një herë me folje, ka një herë kë është dyshysh pak ma nervoz edhe rinë pak ma i qetë, se thot edhe nuk donë me thonë diçka të gabu shumë, edhe tani unë normal, atë ma ngut na. Kush kruan fleti pari pas një zënke e kuptuam, urimi, kush hargjon më shumë për shopping? Që tash? Ju dy të bleni shumë duket. Unë blej shumë për të, e kë blen shumë për vite. Që do më thonë, e kuptum. Yes, ama kom shumë qef me blej për urime. Po nejse shumë ma gjithmonë të allon, në ashta blej ma shumë kështu tesha, ama blejsha unë Zara që janë ma diçka ma lira, Alisa Nuk e shama... di unë veç në Instagram ju shojmë krejt kohën të veshët u desh. Ja, bash. Ja, kështu që... Kush thot më shpesh të dua? Nejse, edhe s'vëdi, yes, po, on, nash. Okej. Ja. Kush e ka më të vështirë ta pranoj gabimin? Te... Këtë thot më falë, ama tani atin unë e kom qef me pranu gabimin, këse pranon heqë, kështu që apësha qaj durën. Mirë, Alisa, Faleminderit shumë për përgjigjet, ishte shumë të mirë. veç edhe diçka, ka pas diskutime për humbje në pesh, O, ja. për një Dhe po duket ndryshim shumë bukur. të lukut. Alisa është duk gjithmonë bukur, madje e kanë krahasu edhe me shumë figurat njohura. Mirë, po tani, po sinqerisht po duket shumë bukur. Faleminderit shumë, shumë. Apo duket si një grua e re. Po, ka ndryshu shumë edhe jam shumë proud që ka mujtë me arrit, se i ka najtë vetë të gati shumë, e ka gjithë një metodë Kisha ki dola, ka nëjë sekret Alis për ata që duan ta din? Po, e kum bodo plane,
tepër të leta, do me thonë me sene tradicionale shqiptare, kështu që më mbja pesh për mu konë tepër e lejtë, do me thonë e kom gjithë qatë mënyrë, që ashtu ja kom njës edhe hajle, do me thonë e mirë mbaj edhe më nuhna, edhe pse tash nuk ruhna edhe qatë shumë, po në atë kohë jëmë konë, do me thonë, tepër seriosisht të kom marë, tani tu më orte... Që shtirët dieta jote dhe cili është sekreti më i madh, ose çka përmban ajo? Është një brand shqiptar, Hum Pesh, e kanë emrin, edhe i kanë, do më thonë, dietat e tëne të personalizume për çdo kënd. Edhe pse hala kërkon se kom publiku, për publikoj një herë të jo. Edhe po, do më thonë, me ta ja kom dollë. Ka bu mundi kjo edhe më mirë me vetën? Tepër. Edhe pse nuk jam një kur keq, se kum dasht vetën shumë. Nuk e di, për ta thash edhe ma heret, kur e ki partnerin e duhur në krahte, ku me ditë qysh me kon, ashtë i mas keqte kur ty dikush të lavdon, ose të don, nuk ishe ma sanet e këqia, edhe pse nuk u konë sa një keq, se mua për të më ka pëlqy vetja, po normal, u konë një peshë nuk më ka nevojit, se tani edhe... Ka si të probleme në aktivitet?